këtij viti prokuria e posaçme ka hetuar gjithsej 871 procedime penale, krahasuar me vitin 2024, volumi i punës së SPAK-ut është shkritur me 4.9%. Nga arritjet domethënëse të vitit 2025 është dhe rritja e rolit proaktiv të prokurorëve të posaçëm. Në krahasim me vitin 2024, ky raport është thuajse dyfishuar nga 19.8% të çështjeve në vitin 2024 në 37% në vitin 2025. Nëse do t'i referohemi efektivitetit në hetim për vitin 2025, raporti mes procedimeve penale të reja, të regjistruara që është 294 dhe çështjeve hetimeve të përfunduara që është në shifrën 216, ka pësuar një rritje për 7%. Për sa i përket efektivitetit në gjykim, ka mbetur në nivele të qëndrueshme gjatë periudhës 2021-2025. Krahasuar me vitin 2024, totali i vendimeve të gjykatës së posaçme është rritur lehtë me 5.5% nga 72 në 76 vendime, duke reflektuar stabilizim të volumit të çështjeve të përfunduara. Vendimet e fajësisë përbëjnë rreth 87% të totalit, 66 nga 76, ndërsa vendimet e pafajësisë janë rreth 30%, 10 nga 76, duke treguar nivelin e lartë të efektivitetit të prokurisë së posaçme në fazën e gjykimit. Gjatë vitit 2025, numri i rekurseve të paraqitur në kolegjin e të gjykatës së lartë për çështjet e hetuara nga SPAK-u është shtullur ndjeshëm me rreth 63% nga 87 në 32. Për këto çështje, gjykata e lartë ka shqyrtuar dhe marrë 59 vendime përfundimtare, ndërsa një vendim është marrë nga gjykata kushtetuese. Për sa i përket masave të sigurimit, një vend qendror në veprimtarinë tonë zë politika penale aplikuar përmes masave të sigurimit. Politika penale gjatë vitit 2025 është udhëhequr nga parimi i proporcionalitetit dhe i nevojës, duke konsideruar arrestin në burg si mjetin e fundit të sigurimit personal. Kështu, krahasuar me vitin 2024, masa e sigurimit të arrest në burg ka pësuar rënje si në vlerë absolute me rreth 53.4% nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numri total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në 39% në vitin 2025. Prej totalit të rasteve për vitin 2025, rreth 3.45% e tyre lidhen me vepra penale të korrupsionit, ndërsa 21.14% e totalit të tyre lidhen me vepra penale të krimit organizuar. Në terma numerik, nga 434 persona në hetim në vitin 2025 janë hetuar me masën e sigurimit të arrest në burg, gjithsej 110 persona të arrestuar dhe 65 persona të tjerë në mungesë. Për veprat penale të korrupsionit është zbatuar masa e sigurimit të arrest në burg vetëm për 15 persona të arrestuar dhe 5 të tjerë në mungesë. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe atë të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPAK ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. SPAK ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18 janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen në nivelet më të larta të administratës publike. Për sa i përket luftës kundër krimit organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krimin organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka